policia e shtetit ka hyrë në epokën e monitorimit inteligjent. Strategjia e jonë e re bazohet në parimin. Fajtorin e përcakton teknologjia dhe jo intuita. Përmes mjeteve inteligjente, si pajisjet poliskan, dronëve të cilësisë të lartë dhe radarëve automatik, ne evidentojmë shkeljet në kohë reale pa ndërprerë rrjedhën e trafikut dhe pa krijuar stres të nevojshëm të drejtuesit të rregullt të mjeteve. Ky është një hap i rëndësishëm drejt një policimi më profesional, më të saktë dhe më transparent. Teknologjia nuk na shpëton dot nëse mungon vetdia. Prandaj gjej rastin të mbithirje të gjithë drejtuesve të mjeteve. Shpejtësia vret. Mos nxitoni për të mbërritur disa minuta më parë, duke rrezikuar të mos mbërrini kurrë ose për të mbërritur të gjymtuar. Parakalimet e gabuar janë në lojë me jetën. Celularin në timon ju verbon për sekondat që mund të jenë fatale. Dhe mbi të gjitha, alkooli dhe substancat e tjera të ndaluara nuk kanë vend në timon. Kush drejton automjetin në efektin e tyre, nuk po drejton një makinë, por një armë që rrezikon të vrasë.